mungesë idesh dhe vizionesh opozitare. Pra, thjesht këto nuk po i bëjnë opozitë lëvizjes Veselin dhe këto dy udhëheqje edhe Krasniqit edhe Bedri Hamzës sigurisht se duken të raskapitura shumë dhe kjo është për mungesë idesh dhe vizionesh opozitare. Pra, thjesht këto nuk po i bëjnë opozitë lëvizjes vetëvendosje, por po i shërbejnë në mënyrë të pavetdijshme ose nënshtruese. Kjo si të marrësh edhe njëna dhe tjetra ka nga pak të vërtet. Kurse partia e funit që është parlamentare, lëvizja Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës është një subjekt i vogël dhe sado që mund të jetë vizionare, kapacitetet e saj janë shumë të kufizuara, prandaj edhe nuk është se mund të bëjë ndonjë ose mund të paraqes ndonjë ndikim dorën zemër. A ishte edhe për ju deputeti Besnik Tahiri i AK-s opozitari vetëm, sikurse u komentua gjerësisht mbrëm pas fjalimit të tij në kuvend? Për fat keq, për fatin e keq të Kosovës, sepse pa një opozitë të mirëfill, do të kemi një qeveri të dobët siç po e kemi edhe në atë legislaturë dhe në këtë. Pra për mua i vetmi deputet opozitar ose vetmi opozitë në kuvendin e Kosovës, kuvendin e Republikës ishte Besnik Tahiri.